11 maj, puro shpresë, jo sa plake dha kushtrimin. E të gjithë bashkë për numrin 5 të vullosim integrimin. 11 maj, puro shpresë, jo sa plake dha kushtrimin. Të gjithë bashkë për numrin 5 të vullosim integrimin. Ne të qarkut ju gëllin dorë, më lakë dohe ngrëm stafetën. Këtu dhe në diasporë, ne si vjetë do thajmë kënetën. Ne të Këtu dhe në diasporë, si vjetë do thajmë kënetën. Es kandidat në betejo, të gjithë bashkë në uniteto. Qarku vulkanë do shpërthej, me tërmetin bëjnë tërmeto. Timonjero, ecim me hapa vigane. Në rrugën e pandërprerë, Shqipëria evropiane. Ne timonjero, ecim me hapa vigane. Në rrugën e pandërprerë, Shqipëria evropiane. Në rrugën e pandërprerë, Shqipëria evropiane. Fitore. Bravo, Memalia e Tepelena, mirëmbrëma. Mirë se na erdhe kryeministër këtu në sheshin e Memaliajt, ku presim bashk Tepelenas dhe Memaliot dhe shumë miq të tjerë, socialist, mbështetës të Partisë Socialiste, po sidomos të programit dhe të vizionit Shqipëria 2030, Memaliaj 2030, Tepelena 2030, që shkon e sigur të gjithë dorë për dore si gjithë qarku i Gjirokastrës për numrin 5 në datën 11 maj, vot e plot si të 5 gishtat e dorës. Ska asnjë dilem se kjo bashki dhe bashkia Tepelen si dy portat hyrse në Vjos që hapin dyert e zemrës për të gjithë qarkun e Gjirokastrës, me përmete me këlqyr Gjirokastër Liboove Dropull, po pa kaluar nga labërie toskëri, nuk ka lezete Gjirokastrite. Prandaj, këtu janë njerëzit punëtor, janë gratë e forta, të mençura të bukura, janë burrat e fjalës që kanë bërë histori me pushke me pen, me mendje e me zemër. Këte i kanë dalë heronjë, por sot këtu janë nga mbështetësit më të fortë, jo thjesht në Memaliaj me historinë e minierës. Madje do t'i propozoj deputetëve të ardhshëm në Parlamentit Shqipërisë që të bëjmë një iniciativë dhe t'i ndrojmë emrin dhe këtij sheshi, nga minator t'i japim Vjosën, turizmin, agroturizmin, se sot këtu janë blektorët e fermerët, janë amvisat që kanë filluar vatra dhe dallandyshet e para të agroturizmit. Unë jam shumë e nderuar që drejtoj ekipin dhe skuadrën e Partisë Socialiste me këto gra e me këta burra, të cilët jemi gjendur njëri tjetrit në çdo moment dhe prej 12 vjetësh
me programin e Partisë Socialiste, me punët e bëra nga qeverisjet socialiste dhe me vizionin e Edi Ramës, e kemi kthyer këtë qark në destinacionin më të mrekullueshëm të turizmit dhe të agroturizmit. Vetëm pak ditë na ndajnë, më pak se 3 javë nga zgjedhjet e 11 majit. Ne kemi në terren çdo ditë, çdo mbrëmje, çdo mëngjes, duke takuar çdo banore e çdo banor të qarkut Gjirokastrës, duke komunikuar me gjithë motrat e vëllezërit tanë në diasporë që kryesisht i kemi në Greqi. Vazhdojmë ta bëjmë këtë çdo ditë, sepse për herë të parë ata bëhen plotësisht pjesë e kësaj sfide, bëhen pjesë e një ëndre të re, për të bashkuar duart për pasaportën europiane të Memaliajt, të Tepelenës dhe të gjithë qarkut të Gjirokastrës. Unë jam në krye të 5 kandidatëve për Partinë Socialiste, 2 prej të cilëve janë lindur në këto treva, kam punuar dhe sot kontribojnë në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Kam kënaqësinë dhe nderin të ftoj këtu një prej këtyre bashk udhëtarëve të mi në këtë fushat të bukur, profesorin Shqyqyri Ysi, profesorin e Universitetit Gjirokastrës, lindur në Memaliaj, që i njeh Memaliaj dhëmbe dhe mball e gjithë trevës Tepelenës. Faleminderit zonja ministre, përshëndetje të gjithëve. I nderuar kryetari dhe kryeministri Edi Rama, në këtë vend ku edhe Zoti vjen i ftuar, ku era shkon dhe nxiton hapin nga frika e të zotëve të pagjum, zëmërzjarët e prush, në roje të nderit, në roje të familjes, në roje të dheut. Këtë e ka dëshmuar historia, thot Goliku. Ky qytet lindi kur minatori parë zbritin në tokë dhe trëmbi me shqepin e vetë edhe hadin, por mori si anteu dritën e këtij qyteti që ju e populloni sot. Dritën e këtij qyteti ku rritën minatorët dhe breza dhe bashkë me ta edhe unë për 4 vjetë dhe që përcillnim njëri tjetrin në travabangjet, në ciliqet dhe llavat e minjerës me fjalën dalë që mirë. Do dalim shumë më mirë edhe në zgjedhjet e 11. Të nderuara nëna, prindër, motra, vëllezër, ne Tepelenasit e Memaliotët e dim se kohët moderne kanë prurë në skenë figura historike si Adenauer e Merkeli që bën Gjermanin lokomotiv të Europës, si Mitterrandi e Tony Blair që e shndrua në Francën dhe Anglinë në një vend elitar europian, edhe Edi Rama e shndroi Shqipërinë në një shtet institucional europian, ashtu si Noli që pranoi në lidhjen e kombeve, edhe Edi Rama me vizionin e vet dhe me performancën e tij bëri të mundur që të ndalë në 15 tetor të vitit 2024 tranzicionin e të zgjatur dhe ta vendos Shqipërinë në rrugën europiane drejt bashkimit europian, drejt familjes së madhe, në familjen e madhe brenda vitit 2027. Unë e konceptoj fushatën si një fest kombëtare, të kulturuar, të denjë për Partinë Socialiste, të denjë për ju, të denjë për drejtuesen ton politike, të denjë për Met Feçin, për Anilën, për Piron, për mua dhe të gjithë ju, po mbi të gjitha për kryetarin dhe kryeministrin tonë Edi Rama. Ju premtoj se do të jem një zë i fuqishëm juaj, me ju dhe për ju edhe në Parlamentin Shqiptar. Faleminderit. Dhe tani kam kënaqësinë të ftoj shokun tjetër që është Krameje, të cilin e njihni që në Bashkinë e Tepelenës dhe sot bashkë me profesor Shqyqyliun dhe Piron e Anilën jemi në këtë garë të bukur për numrin 5, për Edi Ramën dhe për Partinë Socialiste. Tërmet Peçi. Mi mbrëma të gjithëve,
mi mbrëma të gjithë, mi mbrëma e Malia, i Tebelen edhe gjithë qarku. Unë, si një djalë nga Batani i Kurveleshit, Labëris, por dhe njësi si një nip i mirë i Toskëris, por dhe njësi Tebelenas i lindur dhe i rritur e edukuar në Tebelen, kam privilegjin e madh të jem në listë garuse për 11 maj për Shqipërinë 2030 nga Partia Socialiste. Dhe mi të gjitha, si një antar i thjesht i kësaj partie, unë do t'ju lutesha të gjithve nga thellësia e zemrës, të bëhemi të gjithë bashkë si një ekip, të maksimizojmë çdo vot, të pakënaqur, akoma të pavendosur që data 11 maj të jetë një ditë e shënuar jo vetëm për Memalia në qarkun tonë, por për gjithë Shqipërinë. Të votojmë të gjithë së bashku. Numrin 5, Partinë Socialiste Edi Ramën. Dhe në qoftë se ju e dini që unë flasë kështu drejt e për drejt, nuk mbaj fjalime edhe ligjërata, por në qoftë se ju do ta gjykonit dhe do ta vendosnit për të mbështetur vetëm mua si kandidat, ai për mua nuk ka asnjë vlerë pa Partinë Socialiste dhe pa Edi Ramën, që të kthej mbrapsht të gjitha dhe të gjithë kontributin tuaj dhe për të vazhduar me Partinë Socialiste, me Edi Ramën, me Malia, gjithë qarkun, gjitha investimet e lëna për gjysëm, por pse jo akoma të gjitha investimet që ka nevojë gjithë qarku jonë, dhe këto i bën vetëm një emër, Partia Socialiste Edi Rama. Kështu që të gjithë së bashku në 11 maj të votojmë numrin 5 Partinë Socialiste. Dhe tani, me lejen e Golik Jaupit, unë dua të ftoj dhe të mirëpresim të gjithë së bashku kryetarin e Partisë Socialiste dhe kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit të gjithëve për këtë pritje që në kujtesën time është pritja me entuziazmin edhe me numrin më të madh të njerëzve. I falenderoj të gjithë. Edhe besoj se është një ogur shumë i mirë për atë që së bashku do të realizojmë në 11 maj, kur më të shumë se asnjëherë tjetër shqiptarët dhe shqiptaret në Shqipëri dhe jashtë kufive do të bashkohen në rrugën tonë të përbashkët me Partinë Socialiste për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Zgjedhja e 11 majit, motra dhe vëllezër, është një zgjedhje shumë e qartë. Është një zgjedhje mes interesit të një populli të tërë dhe hallit të një njeriu të vetëm. Është një zgjedhje mes të mirës së përbashkët të shqiptarëve pa dallim, socialist apo demokrat, majtas apo djathtas, dhe interesit të një shtëpie të vetme. Është një zgjedhje mes Shqipërisë me BE-n në Europë apo Shqipërisë me bufin e kënetës prap në grop. Unë e di shumë mirë që në këtë zonë nuk ka nevojë për shumë fjalime, se juve gëdhijeni me politik, ngryseni në politik. Unë e di shumë mirë se në këtë zonë nuk ka nevojë as të hap gojen ai që vjen për të kërkuar mbështetje, që ju në ndërkohë t'ja keni lexuar të tëra mendimet, sepse ju e ndiqni për ditë jetën politike të këtij vendi, e keni këtë, e keni pasur gjithnjë. Dhe nuk dua të bëj një fjalim të gjatë tu, por dua t'ju them shumë thjesht që ktheheni pak kokën pas, edhe
mbylli syt dhe shikoni se ku ishte Tepelena, ku ishte Memalia, ku ishte qarku Gjirokastrës, kur ne morëm detyrën fal besimit dhe mbështetjes tuaj. Ktheni kokën, mbylli syt dhe kujtoni. Të lutem se këtë këtë nuk e dua këtë e keni kopje, mos e përdorin më këtë, e përdorin tjerët të. S'është e jona kjo, lëre këtë, nuk është e jona e kjo tani. Mos bini në, keni këtu gjithta mjeshtra të fjallës dhe të poezis, shkoni meni, kopjoni një pachavure mitingjesh nga ato, të korave të vjetra të atyre që sot janë në kënet, lëre atë. Leje ato. Po nuk keni faj ju, ka faj Tërmeti. Sepse kur thoni o Tërmet o ero Tepelena aty të do, a ju lejon. Lëre, mos e përmend më, Tërmet. Këtu respektohet të drejta autorit, autori nuk e duam atë autor, fare. Dakor? Ato janë mitingje kënetash më, jeni në vetë apo. Ne këtu jemi të gjithë të barabartë, jemi të gjithë një. Nuk ka këtu heroj edhe të tjerë. Ne jemi të gjithë këtu të barabartë dhe të gjithë një. Dhe unë nuk jam heroj juaj. Jam Kali që keni zgjedhur të tërheq karrocën. Kaq. Për t'ju shërbyer edhe për të bërë historisë bashku. Kështu që ju me historinë e keni raportin. Dhe në 11 maj, motra dhe vlezër nga ka ardhur neve. Fati e ka dashur që na vi neve shqiptarve dhe shqiptarve të kësaj kohe. Mundësia që të bëjmë historisë bashku dhe të përmbyllim një kalvar të gjatë që fillon nga shumë larg. Nga koha kur Gjergj Kastrioti, profeti i historisë tonë kombëtare, na e përcaktoi se nga duhet të shikonim. Nga Europa, jo nga Azia, dhe pastaj breza pas breza, shekuj pas shekuj, se kthyen atë profeci në një amanet. Në një amanet ku na infrashri shkroi për ne shqiptarët dielli lind andej nga Perëndon. Dhe ku pastaj të tërë më pas, ata që luftuan për Shqipërinë, menduan ditët kur më në fund, fëmijët e Shqipërisë do të ishin qytetarë të Europës. Sot do në dorë ky fat. Që ta vendosim ne murin kuqezi në oborrin e Bashkimit Evropian. Prandaj në 11 maj nuk është një zgjedhje midis kush bën më mirë rrugë e kush bën më mirë ujësjellsa. Kush bën më mirë këtë e kush bën më mirë atë. Nuk është një zgjedhje midis kush i rrit vërtet pagat e kush bën sigur i rrit etj. Se këto të gjitha dihen dhe dihet që këto i bëjmë vetëm ne. Dihet që ekonominë e këtij vendi e kthyem në drejtimin e dur vetëm ne. Dihet që edhe drejtësinë në këtë vend e sollëm si frym dhe do ta vulosim si ligje si zakon vetëm ne. Këto dihet. Por ajo që është përtej këtyre dhe që bën votimin e 11 majit, jo një zgjedhje e zakonshme politike, por një vendim historik popullor, është se në 11 maj me mbështetjen e shqiptarëve ne duhet përcaktojmë që nga zgjedhjet del një fuqi që ka mbështetje përtej partive për të mbyllur negociatat e anëtarësimit në Bashkimin Evropian në 2027. Dhe për të bërë të mundur që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian dhe të gjithë ju, të gjithë shqiptarët brenda dhe jashtë të marrin pasaportën evropiane të Shqipërisë. Ajo pasaport nuk është një dokument tjetër udhëtimi. Ajo pasaport është një status i ri
qytetarie. Ajo pasaport i jep fund historisë së një populli që është trajtuar gjithmonë si populli dorës dytë. Ajo pasaport i jep fund ndarjes tonë kur shkojmë jashtë në një korridor të veçantë, ku na pyesin ku po vete, sa lekë me vete, këtu takosh, kush t'ka ftuar, ke hotel, s'ke hotel, e kur dhe ikësh. Ajo pasaport i jep fund ndarjes së fëmijëve tuaj, kur shkojnë të studiojnë jashtë, si të huaj nga ata që janë atje europian dhe i bën dhe fëmijët tanë fëmijë europian, dhe kur të shkojnë të studiojnë me atë pasaport, nuk do kenë më 10 fishinet kostos që ju duhet mbuloni. Ajo pasaport na bën ne përfundimisht, jo vetëm me zakon, se me zakon jemi në mes të Europës, por na bën ne edhe me dokument qytetar të barabartë, dhe s'ka më franceze, gjermane, italiane, greke, qatë të doj që të na shikoj nga lartë poshtë. Ne arritëm t'ja ngrëm Shqipëris kokën. Ne arritëm t'ja nxjerrim Shqipëris zërin e mirë. Ne arritëm t'a kthejmë Shqipërin nga një vend ku s'tonte të vinte njeri në një vend që vjet erdhën 12 milion njerëz. Ne arritëm t'i bëjmë këto zona dhe i djetë braktisura, zona të fillimit të turizmit. Kujt i shkonte mendja që në Memaliaj do kishte një perspektiv pas mbylljes minierës dhe pas braktisjes? Kujt i shkonte mendja në Memaliaj do të fillonin të çelnin investimet për agroturizëm e agropërpunim? Kujt i shkonte mendja që Vjosa do të bëhej lumi me nam i Europës dhe do të kthehej një park kombëtar, ku tani do të vazhdojnë investime pas investimesh? Shpak kujt i shkon ndërmendja. Por ne e ndjem që ishte misioni ynë dhe këtë mision ne po çojmë përpara. Nuk duhet të ndalemi. Nuk duhet të ndalemi sepse tani më jemi në ngjitje. Jemi në ngjitje dhe duhet vazhdojmë në ngjitje. Shqipëria duhet të ngjitet në majën ku e meritojnë fëmijët tanë. Shqipëria 2030 duhet të jetë Shqipëria që e ka mbyllur përfundimisht marrëdhënien e vet me të shkuarën dhe që ka hapur përfundimisht horizontin ku liria individuale, barazia para ligjit, zhvillimi, mirëqenia janë jo më thjesht dëshira apo vullneti, një palë këtu e një palë tjetër, por janë vetë arsyeja e ekzistencës së familjes bashkuar europiane, ku ne do të jemi pjesë e barabartë. Kështu që unë dua t'i siguroj të tërë dhe të tëra që janë këtu se ne do të vazhdojmë me më shumë investime për infrastrukturën. Do të vazhdojmë me më shumë investime të tjera edhe për shkolla dhe për kopshte dhe për qerde. Do vazhdojmë me më shumë investime të tjera edhe për shëndetësinë, do vazhdojmë të rrisim pagat. Do rrisim edhe më shumë prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Kur ne morëm detyrën ishte më pak se 10 miliardë euro. Këtë është Shqipëria. Sot është 25 miliardë, do ta çojmë 33 miliardë të paktën. E kështu me radhë, por misioni ynë, misioni i çdo kujt që ka një vot në 11 maj është Europa, është Shqipëria Europiane. Ju keni miq të afërm, familjar në Greqi. Ata sot janë në ankth për pensionet, sepse ju ka ardhur koha e daljes në pension. Kanë punuar vitet tëra, kanë paguar sigurime shoqërore atje. Dhe pyetja është, a do t'ju njihen? Ashtu sikundër shumë kush prej tyre që vjen edhe kërkon pensionin këtu, lebetitet se thot si ka mundi, por ka qenë atje, nuk ka paguar këtu sigurime shoqërore. Dhe të gjitha këto kërkojnë një marrëveshje me Greqinë. Ashtu sikundër ata janë, ju e dini mirë, dokumenta sot e dokumenta nesër, shko rifresko vullat e shko merë dokumentat të tjera. Të gjitha këto mbarojnë nëse
ata marrin këtë pasaport. Sepse me këtë pasaport, në çdo vend të Europës, je njësoj si çdo europian tjetër, madje në çdo vend të Europës ke të drejtë të zgjidhesh në Këshillin Shkjak, ke drejtë të zgjidhesh kryetar komune, ke drejtë të zgjidhesh kryetar bashkie, ke drejtë të zgjidhesh në Parlamentin Evropian me atë pasaport. Vetëm nëse do të bëhesh deputet e ministër në Greqi e në Itali, duhet të kesh pasaportën greke dhe italiane. Për çdo gjë tjetër je njësoj dhe je i barabartë. E kuptoni çfarë do të thotë? Është një Shqipëri e re që na pret. Dhe pret çfarë? Pret votën. Votën e secilit dhe të secilës. Dhe si mundet që dikush për inat të Partisë Socialiste të marri votën të hedhin në kënet, një votë që sot na ka qelluar ne, kësaj gjenerate, në këtë moment, është për Europën, është për amanetin, është amanetit parve, nuk është kërkesë e imja dhe Partisë Socialiste, është amanetit parve. Është ai amanet që i shtyu shumë shqiptarë në mars të 92-shit të votojnë Partinë Demokratike, dhe pse nuk e shikonin dot me sy Partinë Demokratike, por ama ishte koha dhe vendi për amanetin, për të mbyllur përfundimisht historinë e të shkuarës dhe për të drejtuar mja. Dhe pastaj vetëm 6 muaj më vonë, shumica e ndërshkoi Partinë Demokratike në zgjedhje lokale, sepse ato ishin pjesë e jetës normale. Ama marsi nuk ishte pjesë e jetës normale, ishte takim me historinë. Ky është takimi i dytë me historinë në 11 maj. Kështu që bëni gjithçka në këto ditë për të nxjerrë nga sa më shumë fqinj, nga sa më shumë të njohur demokrat atë shejtanin në bark. Dhe për të thënë, nuk keni nevojë të bëheni socialist, për të thotë njëri, as të doni Edi Ramën, as doni Partinë Socialiste, por e janë të votojmë së bashku, edhe mbyllni syt, edhe hidheni atë vot tek pesa, se aty është kutia e të ardhmes, edhe jo në kënet, jo të bufi, se s'do ju flasun ju për bufin, se bufit ja keni kënduar ju Trisain, kurse njifte njeri akoma. Shumë faleminderit, shumë respekt, edhe vetëm drejt, edhe në 11 maj të nxjerrim nga kutit këtu në qarkun e Gjirokastër rezultatin më të mirë ndonjëherë dhe t'i japin mësimin më të madh ndonjëherë kënetës dhe bufit. Faleminderit.